E ngriti murin Bashkimula. Ja kush e mbron resortin. Ja kush e mbron resortin. Më futi makinë, i ke kape sonin atje, kape sonin. Ja, dhe atje, makinat e tjera të policisë. Kam pas respekt për ty kam pas. Kam ke dalë zemet, kejt. Policia e shtetit mbrojtjet oligarkut. Policia e shtetit mbrojtjet oligarkut. Ja shteti shqiptar. Atëherë pra, si që kuptoni që qëllimi kryesor i këtyre është që të mundohen në çdo kusht që mos protestojnë ta persona. Ta persona pra nuk kanë frikë askërkën, se kanë tokën e vet, pronën e vet dhe nuk e kanë problem fare të vinë policit, përballën me policinë, me ata bandat e tokave me radhë. Pra, ardhja sot është për t'i treguar që edhe një herë atyre që jemi në tokat tona dhe jemi në punën tonë. Ata janë që vinë në pronat tona, pavarësisht të dokumentave që ata përdorin të falsifikuar, sepse ky shtet ja u ka falsifikuar se ata dinë shumë mirë. Ka pas disa përplasje, përleshje, po edhe këta nuk kanë dieni se vetëm marë, ata rrezikisht mund t'i bishin edhe njëri tjetrit, jo ma objekteve. Dhe për ta largu një gjë që nuk është humoristike, po për ta largu fadromen ose një mjet nga toka aty ne, ky mekanizëm është se fadromen aq madhe nuk e largojnë, do të thejnë xhamin, do i heqin rrotën, do ta nxjerrin copa për liru tokën e tyre. Ka që kemi. Po, kanë ardhur vetë tu, kanë marrë policinë, kanë thonë zotërinë, a ke shpallën kërkim, jemi ne që vim këtu, na thuj çfarë kërkon prej nesh edhe kaq. Protestat do vazhdojnë edhe me të tjerë patjetër, por edhe këta, edhe gjithë Shqipëria mendoj që duhet solidarizohet për këtë situatë, sepse është një situatë që nesër do i binë kokë secilit. Tani ata e dinë shumë mirë dhe prandaj vonojnë për ta zbardhur vërtetën. Presim këto 2-3 ditë edhe një herë, mas një sigurim gjykatën e administrative dhe ja kemi kërkuar me afat derisa të zbardhen aktet e ekspertimit për falsifikimet e tyre. Pra dihet ajo punë që këto dokumente janë falsifikuar, sepse edhe në kohën e 97 doli me dekret presidenti i Europës asaj kohe dhe tha që armadja pa leje bie poshtë. La një afat tjetër për të gjitha vulat e institucioneve që ishin djeg institucionet u shfuqizun dhe dolën vulat të tjera të cilat 2001 ishit e me radhë. Çka do thotë që dokumenti për cilën ai është bërë pronar ka një falsifikim dokumentin letra, ka vendos vulën e 2001 në 97 me këto pretendime. Që dihet që s'ka nevojë as për akt ekspertimi, por edhe këtë nuk po bajnë me shpejtësi. Kush është i plagosur? Ai plagosi nuk ka i dhënë kuj. Ku akt? Të janë thënë alojnë atë policisë. Plagosën janë ata siç i keni pa në ambulancë dhe asnjë nuk u mor me ta. Nëse ajo është plagos duke godit tjerët, jo duke godit atë dikush tjetër. Një e pamë që urzu vetë atje, e kena pa me sytë tonë që ra të ikë vrap. Banorët nuk kanë shku me ban kallëzime penale të kësaj natyre, ato janë dhe këta i kanë konsideru që këto grindje mes njëri tjetër janë grindje për problemin e tokës dhe nuk ka pas në i qëllim asaj për ta godit atë, por në këto momente jemi që as ne s'kemi bërë kallëzim, as ata s'kanë bërë kallëzim. Është policia shtetit që kërkon në çdo kusht të arrijmë këtë pikë që ndërpresin protestat. Normalisht dhe logjikisht atë do të thonë ata. Nuk është se do flasin ai se s'ka dy para shkollë për atë punë. Por ideja është që do ja përgatisin atë informacion dhe e nxjerrin. Kush e nxjerr? Televizori i tyre dhe askush tjetër. Më thuj një televizor tjetër në Shqipëri që është në mbështetje të këtyre banorëve. Pra, të gjithë janë pro, vetëm televizori i tij është kundra. Rezistenca banorëve të rrjedhit vazhdon. Ti shoqërojnë tanë djemë të rinë polici, na këtu jena, edhe këtu kena me kemë për ditë. Dhe 12, ina ma të fortë së punëtorët e Gener Dyshit e të Berçanit, si jena me drejtën tonë. Ja si e mbrën kantierin Bashkimula, ja. Me policinë e shtetit. Për që të radhi fugon. Tani dy. Po, mos i harroni edhe këta fugona. Janë të ardhur fugonat e policisë, më vazhdu mbrejtjen.
Jena shumë banor. Po ishin 5 Jena jashtë masë shumë. Çka ka lidhje? Duhen na fugona policia 12 me na marrë të tanve. Të vinë edhe 12 tjerë se këtu po i pres.